Zoti Lasivita, faleminderit shumë që jeni sonte me mua në këtë intervistë. Faleminderit ju. Si ka qenë udhimi juaj në Shqipëri? Shumë i bukur. Ka qenë shumë i lehtë. Po hapja e fushatës e Partisë Demokratike para pak ditësh. Ka qenë shumë breslënës, tubimi, madhësia. Në çfarë mënyrë? Ishte emocionues. Njerëzit ishin shumë emocionues. Ishte shumë motivuese. Mendoj se ishin shumë të emocionuar për atë që mund të sjellë ardhmja. Mund ta shikoje. Mund ta ndjej elektrizimin e njerëzve. Ju mbajtët një fjalim në këtë hapje, por zakonisht puna juaj është në prapasken, jo në vijin e parë. Atëherë pse dolët në rreshtin e parë? Pse e mbajtët këtë fjalim? Kjo është një pikë shumë e mirë. Në Amerikë, por edhe unë personalisht, preferoj të jem në sfond, por ajo që është e rëndësishme, lidhur edhe me punën time. Jam këtu që të ndihmoj konservatorët. Jam këtu që të ndihmoj Sali Berishën. Dhe dua të jem në gjendje të jap një mesazh ndryshe dhe aktual, duke menduar se çfarë ndodhi në Amerikë. Pra, jam krenar të ndihmoj në çfarë do lloj mënyre që mund të ndihmoj. Dhe ka qenë një nder që të më jepet mundësia të drejtohem kaq shumë shqiptarëve në një aktivitet të tillë si i mbrëmshmi. Por normalisht ju jeni një strateg, këshilltar, dhe po ashtu e ndjeni këtë betejë. Kam shërbyer në Amerikë si këshilltar strategjik, po. Por po ashtu, merrem edhe me komunikimin, me mënyrën se si komunikohet mesazhi. Merrem edhe me këtë gjë. Si e zbuluat Shqipërinë? Si e zbuluat Partinë Demokratike të Shqipërisë? Nëpërmjet miqve të përbashkët. Kam disa miq në Kongres dhe në Senat, me të cilët ndajmë një mik të përbashkët, Fatmirin. U takuam në SBA, te Unioni Ndërkombëtar i Konservatorëve. Isha duke mbajtur një fjalim aty. Filluam të diskutojmë për situatën në Shqipëri dhe disa prej pikave të përbashkëta midis Shqipërisë këtë vit dhe Amerikës vitin e shkuar. Kështu që ishte e lehtë. Kishit ndonjë ide apo informacion për Shqipërinë përpara se të vinit këtu? Po, para se të vija këtu, doja të mësoja sa më shumë të ishte e mundur. Shpenzova mjaft kohë duke lexuar për kulturën dhe historinë, në mënyrë që të kuptoja edhe situatën aktuale politike. Folët për ngjashmëri të situatës politike në Amerikë me situatën politike në Shqipëri. Po cilat janë këto ngjashmëri? Ngjashmëria më e madhe është situata aktuale ekonomike. Çmimet janë rritur, kostoja e jetesës është shumë e lartë. Gjërat bazike janë shumë të shtrenjta. Punët janë një çështje e rëndësishme. Qëndrueshmëria ekonomike është një çështje shumë e rëndësishme. Këto kanë qenë çështje të rëndësishme edhe në Amerikë. Kjo ishte arsyeja pse Trumpi fitoi. Edhe ai ka ndryshuar shumë prej këtyre gjërave që prej 100 ditëve të para në zyrë. Nga pikpamja ekonomike, këto janë shumë të rëndësishme. Dhe mendoj po ashtu se disa prej gjërave me të cilat u përball presidenti Trump nga administrata e Bidenit janë shumë të ngjashme. Mendoj me ato që ka kaluar doktor Berisha. Pra, ka një sinergji të mirë dhe mënyrës se si funksionojnë këto gjëra. Kam një pyetje të ndjeshme nëse mund ta quaj kështu. Sa ka kushtuar kontrata që keni nënshkruar me Partinë Demokratike? Cilat janë termat financiar? Sa do të paguheni ju? Sa para nxjerr ti? Po, s'kam se ju a them këtë gjë. Pikërisht. E di që ligjet e kontratave janë miratuar nga avokatët e mi, avokatët e partisë, dhe këto shifra do të bëhen publike në një çast tjetër. Party lawyers, and those amounts will come out when, I know there's a schedule. Pra, ka një agjendë se kur do të publikohen. E kuptoj se disa njerëz duan të bëjnë pyetje të tilla, sidomos nga ana e Edi Ramës. Ka qenë vetë kryeministri që tha se keni ardhur për të fituar ca para, e më pas do të ktheheni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edi Rama thot këtë gjë, sepse nuk mbron dot 12 vitet e fundit si kryeministër, që ka shkatruar çdo gjë. Nuk ka asgjë për të folur, përveç se dështimeve të tij. Tani kam pyetjen e dytë të ndjeshme. A keni folur me administratën amerikane për praninë tuaj këtu? Jo, nuk përfaqësoj Shtetet e Bashkuara. Jam një individ privat, nuk punoj për qeverinë.
Jam në dijeni, kur nuk do të punoja kundër agjendës së presidentit në përballë. The president's agenda ever anywhere in the world. Por nuk kam nevojë për lejen e ndokujt për të bërë atë që jam duke bërë. Jam këtu për një pikpamje politike. Angazhimi im dhe aftësitë e mia që të sigurohemi që Partia Demokratike do të fitojë. Ka një problem te kjo histori. Zoti Berisha, ish kryeministri dhe ish presidenti i Shqipërisë, është shpallur person non grata nga ish sekretari i shtetit Antony Blinken në 2021-shin. Ju jeni ndjeni të tweetit që bëri sekretari i shtetit dhe historinë. A mund të punoni me dikë i cili është shpallur si person non grata nga administrata e Shtetit Bashkuara? Është ish administrata, Antony Blinken. Ka qenë administrata e Shtetit Bashkuara të Amerikës në atë kohë. Ka qenë të korruptuar. Kanë qenë të korruptuar? Kanë qenë aq të korruptuar sa qeveria e Edi Ramës. Në sytë e mi dhe në mendimin tim. Dhe këto nuk janë çështje që nuk i diskutojnë në Shtetet e Bashkuara. Sepse nuk është ky roli im. Por nga pikpamja ime dhe një prej arsyeve që jam këtu, është nga që ajo shpallja non grata ka qenë aq e korruptuar, sa nuk ka fare legjitimitet, të paktën në sytë e mi. Nëse mund t'ju pyes pak më shumë, Sali Berisha ka qenë mik i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka qenë i vetmi president i cili ka bërë 2 vizita në Shtëpinë e Bardhë në 1991 dhe 95. Doktor Berisha, po. Po ashtu si kryeministër ka pasur takime të mira në Shtëpinë e Bardhë me zëvendës presidentin. Pse administrata e Shtetit Bashkuara, administrata Biden, e mori këtë vendim dhe shpalljet e non grata? Pse administrata e Bidenit fsheu faktin që Joe Bideni ishte mëndërisht me probleme për 4 vite dhe e kishte të pamundur që të ishte president? Pse administrata e Bidenit vendosi që burrat mund të bëjnë fëmijë? Mund të vijojë të radhisë këto gjëra për ditë të tëra. Administrata e Bidenit bëri kaq shumë gabime në kaq shumë nivele të ndryshme. Ky ishte thjesht një gabim tjetër. Sipas jush, ky është një vendim i korruptuar, i bërë nga një administratë e korruptuar. Po pse atëherë administrata aktuale nuk merr një mas për ta rikthyer në vend? Nuk flas në emër të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, nuk mund të flas në emër të Departamentit të Shtetit. Jam këtu për të siguruar që konservatorët dhe Partia Demokratike do të kenë mundësinë të sfidojnë 12 vite të shtimit të Edi Ramës. Dhe këto gjëra do të zgjidhen me kalimin e kohës. Përpara pak muajsh thatë që zoti Berisha është një mik i madh i Shtetit Bashkuar të Amerikës. A vazhdoni të mendoni të njëjtën gjë? Patjetër. Në ç'më mënyrë? Ka qenë një lider gjatë viteve 90. Ka pritur presidenti Bush këtu. Gjithmonë ka qenë një mik i Shteteve të Bashkuara. Është pro demokracisë, pro lirisë, pro familjes. Dhe është e sigurt që do të sigurohet që Shqipëria do të ketë një marrëdhënie shumë të mirë me Shtetet e Bashkuara dhe evropianët. Ne dhe unë e shikojmë këtë si një mundësi të vërtetë. Zoti Lasivita, dua t'ju pyes diçka lidhur me kryeministrin. Në një prej diskutimeve të tij në Facebook, Rama tha që Lasivita është tu thjesht si turist, që do të shpenzojë ca para dhe kjo është e mirë për Shqipërinë. Cila është përgjigjja juaj? Edhe një herë, Edi Rama në këto zgjedhje do të flasë për gjithçka, përveç se 12 vitet e qeverisje të tij. Ka qenë kryeministër për 12 vite. Dhe po më sulmon mua? Mua më duket për të qeshur. Nuk jam turist, vi këtu për punë. Normalisht, vetëm se ka një problem. Rama duket gjithnjë si fëmia i preferuar i ndërkombëtarëve, i europianëve dhe i amerikanëve. Pse Rama gëzon këtë mbështetje nga komuniteti ndërkombëtar? Ka qenë fëmia e preferuar. E thatë shumë mirë mendoj. Fëmia e preferuar sipas Edi Ramës. Ka pasur shumë takime, ka pasur mbështetje të hapur, të dukshme. Në Shqipëri janë organizuar 2 samite europiane, të cilat më parë kanë qenë thuajse të pamundura. Çdo president apo kryeministër që vjen këtu bën deklarata në favor të tij. Kjo është evidente. Kur doktor Berisha ka qenë kryeministër, priti presidentin e Shteteve të Bashkuara këtu.